flasim për zhvillimin politik më pseudo interesant që ka ndodhur në fakt dhe duket se është dorëzuar për herë të dytë brenda mandatit 4 të duke ofruar një tjetër ribërje të kabinetit të tij, por edhe të gjithë filozofisë qeverisëse, kësaj radhe kërkon besën, rikthim në kanun apo dëshpërim teatral. Çfarë po ndodh me kryeministrin? Do na tregojnë dy njerëz që them që paktën kështu mendojmë se e njohin mirë dhe e kuptojnë pak më mirë. Artan Hoxhën kemi në lidhje të drejt për drejt, ose siç e njohim në media presidentin, e quajmë. Gjithashtu edhe zotin Petrit Vasili, mirëmëngjes të dyve, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Tani pyetja është e thjeshtë. Është kjo një kërkesë e dëshpëruar e kryeministrit apo po luan një kartë fituese ai? E fillojmë me zotin Hoxha, më pas Vasili. Unë ndoqa me vëmendje kryeministrin, duhet durim ta ndjekësh kryeministrin me vëmendje. Dhe ai është një përsëritës monoton i të njëjtave gjëra, thënë pothuajse me të njëjtat fjalë, me shumë pak ndryshime. Dhe je vetëm një gjë që bëre si një nuancë ndryshe nga çka ka folur që nga 1 qershori lidhur me protestën masive qytetare, është që la një dritare mundësie që projekti i Zvornecit dhe i Sazanit mund edhe të mos bëhet. Gjë që e ka pas mohuar tërësisht kur thonte që projekt nuk ka, studim mjedisor nuk ka si të ketë se s'ka ende projekt, por investimi do bëhet. Nga kjo këmbgulje arrogante që investimi do bëhet me patjetër, duket që në fjalimin e vetë dhe në materialin e shkruar që i dha deputetëve si detyrë verore për të riparë në shtator, leshtë e hapur mundësia që projekti edhe mund të mos bëhet. Besoj që këtu ka dy arsye pse kryeministri ka arritur në këtë pikë. E para, në krahasim me 1 qershorin dhe radhën e fjalimeve të tij dhe të postimeve në rrjetet sociale, ai ka parë që nuk e ka thyer dot te protestë dhe kjo protestë tashmë është e pakthyeshme. Dhe natyrisht që duhet të marrë parasysh pra edhe pasojat e një këmbgulje të tij absurde dhe vetë demaskuese, sepse është vetë demaskuese të thuash që nuk ka projekt, nuk ka studim mjedisor se nuk ka projekt, por investimi do bëhet. Se çfarë do bëhet atëherë nëse nuk ka projekt? Tani që kishte projekt, u duk nga dokumenti i kalimit në mbledhjen e AZT-s. Po, prandaj thash që është vetë demaskues. Pra, mënyra se ai foli ishte vetë demaskues, njëkohësisht ishte edhe një arrogancë. Okej, japim edhe pak kohë çunave dhe gocave të regjis, nuk e di nëse do i duhet shumë kohë të kalojmë te zoti Vasili dhe të rikuperojmë më pas me zotin Hoxha. Shohim nëse e kemi. Pra ishte pjesa tjetër pastaj ishte... Po e kam zotin Hoxha. Pjesa tjetër, pse u shkëput? Po një moment ishte vetëm, i lutem. Jo, vjoni opinion. Jam okay? Po. Jam okay? Jeni super okay. Jam okay? Më mirë se Rama. Okej. Prandaj them që pjesa tjetër e gjithë fjalimit dhe materialit të shkruar ishte një ripërsëritje të njëjtave teza me fjalë të tjera, asgjë më shumë se kaq. Ndërkohë, Vasili, në vlerësimin tuaj, a ishte një moment nervozizmi i kryeministrit ai apo një përpjekje e fundit për të fituar kohë për një zgjidhje politike? Jo, absolutisht qëllimi vetëm është vetëm të fitojë deri kohë me çdo çmim, me çdo kusht. Sepse kupton që armikun e vetëm ka kohën, pasi presioni është i vazhdueshëm, presioni është nga gjitha anët, dhe kjo është garavina e fundit politike, e tillë mund të quhet sepse nuk bëhet fjalë as për teza, nuk bëhet fjalë as për zgjidhje, bëhet fjalë vetëm realitet. Bile unë lexova në gjithë të çfarë tha, që problemin ai e ka se duan të godasin Trumpin, pa më godasin mua. Pra, thënë gjithë kjo, kuptohet shumë qartë që këtu kemi të bëjmë njëri cili është peng dhe nuk merr dot vendime për veten e tij. Kushdo që mendon që
shiko, Rama është duke menduar, duke studiuar, duke parë zgjidhje, nuk ka zgjidhje Rama. Rama e ka qartë, se nuk është në një gjë kaq e vështirë për të kuptuar, edhe ai e kupton se ka u bë ti the 25 vjet pushtet, nuk ka 25 vjet, ka 198 ai pushtet, ka 28 vjet pushtet. E kupton mirë se ç'i është kjo situatë, por ai është peng. Sepse i dashur Flavio, ne kur flasim shpesh, jo zgjedhjet e shkatruar, të rënuar, çidere votës, paratë e madhe që hinen zgjedhjet etj. Cila është themeli kësaj gjëje? Kjo nuk është një qarje për zgjedhjet që vjen pa PPP, por është analiza e pengut. Ata që paguajnë milionët, ata që janë inkriminuar, ata që rrëmbejnë koncesionet, ata që kanë ekonominë dorë, ata që ndërtojnë kullat e tjera, kë kanë pengun e tyre, kanë Edi Rama. Dhe ky tani nuk merr dot vendime për vetëtia dhe përpiqet që deko sot po hedh në publik një gjë që të fitoj një muaj, fitoj 2 javë, fitoj, sepse ky nuk qeverit. Ky i kanë thënë duhet të rrish të zvarritesh të rish atje. Sa i takon pak sekonda dokumentit, unë do t'i lutesh atë gjithëve të mos merren parë, sepse ka një gjë shumë të rëndësishme me të cilin ai është vetë rrëzuar. Në kështu që ne nuk kemi arsye të humbasim kohë me të, sepse ju e dëgjoni, e dëgjuat çfarë tha. Janë faktet përballë, janë shumë të rëndësishme që kanë ndodhur dhe pritshmëritë e larta të qytetarëve. Do ne kemi bërë shumë gjëra, por qytetarët duan më mirë. Dhe problemi që ndron vetëm në një pikë. Cila është gjëja, jo gjërat, gjëja që Edi Rama ka bërë më mirë, cili është ai sistem, cili është ai kompleksi i madh shërbimesh, cili është ai transformim në një fushë të caktuar që ka bërë. Dhe po vetë ata përgjigjen, sepse nuk dha asnjë, nuk pati kuptim se sapo ta thoshte do ta hanë gjallë, sepse nuk ka asnjë, nuk ka një shërbim, një tregus, një sektor të vetëm që ai të ketë mundësi ta citojë. Edhe ajo që ai në të cilën e mburrte që kemi bërë ne as ato se ka bërë ai. Reformën e drejtësisë. As ato se ka bërë ai. Dihet publikisht. Edhe fati reformën e drejtësisë, se ky reformë e drejtësisë kishte reformë që shiste të blinde vota në kuvend. Por u prish skenari sepse do të jemi 140 vota me iniciativën e Ilir Metat, atëherë komplet shkatërroi të gjitha të skenar mafiot. Pra, marrin dhe reformë drejtësisë, ju e keni parë, që është dërmohet për ditën e Strasburg, dërmohet nga qytetarë, nga mirat e qytetarëve, të cilët nuk marrin drejtësi, etj. Pra do të thotë, ky që ta mbyll, është një njerëz që e ka vetë asgjësuar sapo e ka ndirë nga goja, edhe atë paçavuri që ka hedhur në mezhlis, e cila nuk meriton të harxhohet as një sekond.